Angel Shkira dhe DJ Dax, një nga çiftet më të njohura të showbizit shqiptar, kanë tërhequr vëmendjen e publikut me pyetje të shumta rreth martesës së tyre. Pas ardhjes në jetë të dy djemve, shumë djegës janë interesuar të dinë a do të ketë një dasëm për çiftin. Gjatë një interviste të fundit, ata kanë ndarë mendimet e tyre rreth kësaj teme, duke lënë të kuptohet se ideja e martesës është gjithmonë e pranishme në jetën e tyre. Të dy prindër të dy djemve, ata shprehen se një dasëm është në planet e tyre, por ende pa një datë të caktuar. DJ Dax ka theksuar se dëshira për të kurorzuar dashurinë e tyre është e fortë, por ritmi i punës së tij e ka bërë të vështirë planifikimin e një eventi të tillë. Ai ka shpjeguar se për shkak të angazhimeve të tij profesionale nuk mund të bëj plane afatgjata. Patjetër që do bëjmë një dasëm, por nuk është e planifikuar ende. Problemi është se unë nuk mund të bëj plane shumë kohë përpara. Kur ta kem në plan do ta organizoj shpejt, ka thënë ai gjatë intervistës. Ndërkohë, Angel ka shprehur emocionin e saj për këtë moment të veçantë, duke e cilësuar dasmën si një premtim të kahershëm mes tyre. Ajo ka theksuar se Daxi ka premtuar që sapo të bëhen me 2 fëmijë do të realizojnë këtë ëndër. Historia e dashurisë së tyre ka filluar në Big Brother VIP Albania 1, ku ata krijuan një lidhje që ka kaluar provat e kohës. Tani si prindër të dy djemve, Trev dhe Kres, ata po përjetojnë një periudhë të re dhe emocionuese në jetën e tyre. Një gjë është e sigurt, dëshira për të organizuar një dasëm është aty, por data mbetet e paqartë. Publiku i di se kur vjen puna te Angel dhe Dax, gjërat e bukura ndodhin në mënyrën e tyre, me dashuri dhe pa shumë zhurmë. Me këtë histori të dashurisë që vazhdon të zhvillohet, fansat janë të etur për të parë se si do të realizohet ky premtim. A do të jenë ata në gjendje ta bëjnë këtë ëndër realitet? E ardhmja do ta tregojë, por emocionet janë të pranishme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.